Sulmuesi kombëtares shqiptare Rej Manaj ka shkëlqyer me gol dhe asis në fitoren 4-1 të Sivasporit ndaj Sakaryaspor. Në minutën e 6 dha një asist perfekt për një tjetër shqiptar, Valon Ethemin, me dyshen që kaloi në avantazh Sivasporin. Manaj vulosi sfidën në minutën e 92 duke quar shifrat në 4-1. Ethemi shënoi dhe golin e dytë personal me Sivasporin në minutën e 21 të përballjes. Sulmuesi kombëtares shqiptare Rej Manaj është përfshirë në një aksident automobilistik. Ngjarja ka ndodhur teksa i po kthehej në panesë nga rruga e Bagdad në Sivas sipas raportimeve të mediave të huaja. Burime pranë lojtarit bëjnë me dije se gjendja e tij shëndetësore është e qëndrueshme. Nga incidenti janë shkaktuar vetëm dëme materiale dhe nuk raportohet për lëndime serioze. Deri në këtë momente, klubi ku aktivizohet Manaj Sivaspor nuk ka reaguar me një njoftim zyrtar. Pritet që në vijim të ketë më shumë informacion lidhur me rrethanat e aksidentit. Rej Manaj është i papërmbajtshëm me Sivasporin, këtë e ka treguar sot ku në pjesën e parë realizoi dopjet golash përballë Lëvënsporit. Golat erdhën brenda 4 minutave në ligën e parë turke, fillimisht i pari në minutën e 28 dhe më pas i dyti në minutën e 31. Pjesa e parë u mbyll në avantazh 3-1 për ekipin e Manajt. Barazimi i Tronditës erdhi në fraksionin e dytë të lojës.